Përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të nisur ditën tonë sot maraton, komentimet, ngjarjet më të fundit, analizat rreth personazheve publik, por edhe rreth reality show. Do të ndalojmë të flasim pak për Ferma VIP. Ferma VIP ka edhe një ditë eksperiencë, edhe një ditë jetë, edhe një ditë emocion brenda asaj shtëpie. Në fakt ka qenë një ndër fermat më të klikuara, ka qenë një realizim i mrekullueshëm i Eduard Grishaj dhe Arbana Osmani, që edhe një herë në fakt e dëshmuan që janë nona për të realizuar edicione gjigande dhe emisione të bukura. Do të thënë, ja vleti të shohësh një ferm, personazhe me shumë ngjyra, emocione të ndryshme, fenomene siç është Mimoza Ahmeti dhe gjithçka e bukur që ne përjetuam për ditë të tëra në këtë ferm. Jemi një ditë para datës finale, 15 qershor, data finale ku do të shpallet edhe fituesi i fermës. Me patjetër që banorët kanë emocione, banorët i kanë ato pikpyetjet e veta, i kanë kapluar ato frikërat e veta në fakt se çfarë do të ndodh në ferm, si do të merr finalja, çfarë pritet në finale, si do të radhiten në fakt finalistët në podium, do të thënë pyetje rreth gjithçkaje. Gjithsesi, fillimisht një herë në këtë eksperiencë të bukur që mbërtheu publikun për ekrani, dua të falenderoj Eduardin dhe Arbanën, nga që unë personalisht e besoja që do të bëjnë një punë të përkryer, unë personalisht e besoja që do të sjellin diçka që nuk e kanë sjell më herët në Vision Plus konkretisht dhe platforma e fermës. E dija që Eduardi do ta ndryshon fermën që në thelb, do me thënë që nga thonjë deri tek qimbja më e fundit e kokës të fermës, kështu le ta themi. Dhe Eduardi arriti që ta bën këtë gjë, do me thënë e ndryshoi krejtësisht fermën, risolli shumë risi dhe mendoj që fermerët më së shumti e kanë jetuar dhe janë kënaqur dhe jo më kot qanin kur dilnin, sesa janë lodhur me punët e fermës edhe me kafshët, se realisht punët e fermës në të vërtetë janë shumë të rënda. Por Eduardi këtë vit, këtyre fermerëve që ishin me shumë fat, u lehtësoi sadopak qëndrimet në ferm, por edhe plevicën dhe gjithçka tjetër, do të thënë e kanë patur më komode se fermerët që ishin viteve të kaluara. Pas këtij suksesi të jashtëzakonshëm, çfarë pritet që të ndodh? Kemi para nesh një finale të madhe ku pritet që të ndodh radhitja në podium. Do të thënë pyetja më e madhe që më bëhet është kjo: Tiranë si mendon të jetë radhitja? Tani 5 finalistët ishin të paparashikueshëm deri diku, do me thënë Sara na ka befasuar të gjithëve, jo nga faktin që ishte një lojtare shumë e fortë, për atë nuk e diskutoj, sepse Sara nuk është se ishte lojtare e fortë, Sara kishte thjesht një strategji, që strategjia e Sarës ishte inati, mlefi, urrejtja, xhelozia dhe më pas do me thënë të mundohej që të krijon drama brenda shtëpisë. Por nga që kishte një afrimitet të afërt me produksionin, ne të gjithë mendonim që Sara do të jetë në podiumin kryesor, do me thënë Sara do të jetë në finale. Por ndodhi që Sara nuk ishte dhe Romiri, ashtu siç ne e parashikonim, nuk ishte në finalen e madhe. Tani, kush do të shkojë në podiumin kryesor, do të thënë si do të ngjiten finalistët? Kjo është pyetja që më bëhet më shumë. Unë mendoj që finalisti 5, i cili do të largohet nga ferma në këtë pikë të lojës, tani me rregull duhet të jetë Iliri, sepse Iliri nuk është se ka shumë mbështetje jashtë, nuk është se ka shumë fansa, nuk është se ka patur shumë rritje në Instagramin e tij, nga që Instagrami është pika ku ne mund të bazohemi për rritje, për zhvillime tjera, do me thënë Iliri nuk i ka patur këto gjëra dhe mendoj që duhet jetë Iliri i cili të largohet i pari nga ferma, por unë e shikoj ndryshe. Do me thënë të parën që do të largohet nga ferma, unë e shikoj Sonin, sepse Soni thash në finale ka shkuar vetëm nga fakti i famës që ka patur, nga fakti i ndikimit që ka patur si artiste,
por për mendimin tim nuk është se ka bërë ndonjë lojë, nuk është se ka treguar ndonjë lojë, nuk është se ka treguar ndonjë strategji. E dyta që do të shkoj, do me thënë, do të largohet i dyti nga shtëpia, mendoj që do të jetë Visi. Patjetër që do të kenë surpriza që të dy, por Visi do të largohet i dyti nga ferma, sepse kështu do të jetë radhitja, edhe pse Visi ka qenë një fermer, por fermer i Zoti, por nuk është se ka, do me thënë, nuk është se ka bërë ndonjë lojë, ka qenë i përkushtuar më së shumti tek pjesa e punës së fermës. Dhe mendoj që pas Soni do të pason Visi në radhitje për t'u larguar nga ferma. Më pas, do me thënë, pas Visit do të jetë Bujaka, ai që do të largohet. Nuk ma merr mendja që Bujakën do ta lënë në podiumin final me Mimozën, edhe pse mendoj që Bujaka e meriton, sepse Bujaka ka dhënë një lojë të jashtëzakonshme, ka qenë një nga banorët që ka patur më shumë diskutime, më shumë dinamika, por për të respektuar atë autoritetin e Ilirit si personazh, si njeri i njohur, si njeri me shumë peshë, unë mendoj që produksioni në fund, në podiumin final, do ta çojë Ilirin edhe Mozën, dhe mendoj që Moza, me patjetër, jo mendoj, por me patjetër, Moza duhet të jetë fituese e kësaj ferme, edhe pse në fakt ka qenë e vulosur që në ditën e parë kur Moza ka hyrë në fermë dhe që filloi me strategjitë e saj. Unë në këtë formë e shoh fermën, në këtë formë e shoh situatën, në këtë formë e shoh dinamikën që do të ndodh aty brenda. Do të jetë një natë e mbushur me emocione, nuk është një natë e mbushur me urrëtie dhe me inate. Unë mendoj që të 5 fermerët në këtë rast janë të fituar, sepse të 5 fermerët fillimisht një herë marrin nga 10.000 euro, më pas Mimoza merr çmimin e madh prej 200.000 eurosh. Në qoftë se gjithmonë Agai do të vendosë që ta rikthejë çmimin prej 200.000 eurove, se çmimi nuk është 200.000 euro, do me thënë me strategjinë që ka përdorur Iliri, me mënyrën që këto kanë humbur para nga çmimi i madh, çmimi ka rënë, nëse nuk jam gabim, në 130.000 euro apo në 140.000 euro, do me thënë është çmimi. Por mendoj që për të qenë besnik Agai, sepse kanë dhe tatime, kanë dhe taksa që duhet paguajnë, që nuk kupton, do me thënë, nga 100.000 mund të merr 80.000 euro, mendoj që Agai do ta rikthejnë çmimin 200.000 euro, që të paktën Mimoza t'i merr 150.000 të pastërta në konton e saj. Do me thënë, unë radhitjen e shoh Mimozën edhe Ilirin e shoh kok më kok në podiumin final, edhe pse Iliri do vazhdon të luftoj të luan, nga që Iliri përsëri mundohet që të merr dinamik, por në fund këtë fermë do ta fiton Mimoza, edhe pse Iliri ka një lloj pasqyre nga jashtë, se Mimoza është më e preferuara, më e dashura dhe më e komentuara. Kjo është analiza ime që ka të bëjë rreth radhitjes në fakt që do të bëhet në sken, por gjithsesi dua të marr mendimin tuaj, si e komentoni ju këtë radhitje dhe çfarë prisni që të ndodhë vetëm një ditë larg kësaj finale kaq të madhe.